Shkolla kombëtare e fluturimit hapi zyrtarisht të dyer, duke shënuar një etapë të re në modernizimin e forcës ajrore shqiptare dhe rritjen e kapaciteteve të mbrojtjes sipas standardeve të NATO-s. Në ceremoninë e inaugurimit mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama, i cili e cilësoi projektin si një hap të rëndësishëm drejt transformimit të forcave të armatosura. Sot forca jonë armatosur është më e mirë paguara në rajonin tonë dhe ambicia jonë e shpallur është që në rrugën drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, forcat armatosore shqiptare do të jenë në mesataren e forcave të NATO-s për sa i përket kontributit të shtetit, të taksapaguesve për pagat e tyre. Më vjen jashtëzakonisht mirë që fal edhe punës së përkushtuar të lidershipit të Ministrisë Mbrojtjes, ministrit, zëvendës ministrave, dhe përsëri fal përkushtimit të shefit shtabit dhe të shtabit përgjithshëm, jemi duke përjetuar një kapitull të ri në raportin e rinisë me forcat armatosura. Kryeministri njoftoi se Shqipëria do t'i propozoj edhe Kosovës që pilotët e saj të trajnohen dhe të certifikohen në këtë shkollë, ndërsa ftesa do t'u drejtohet edhe vendeve të tjera fqinje antar të aleancës. Gjatë fjalës së tij, Rama u ndal edhe tek investimet në forcën ajrore, duke deklaruar se të gjithë helikopterët janë aktualisht në funksion dhe se flotës do të shtohen edhe helikopterë të rinj nga Shtetet e Bashkuara. Të gjithë helikopterët e forcave tona ajrore janë në punë, në ndërkohë po punohet edhe për t'i shtuar kapacitetet për sezonin dhe nga ana tjetër me aktin e ri normativ të qeverisë një numër tjetër helikopterësh Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara do t'i shtohen këtyre forcave. Dhe Shqipëria do të bëhet vendi ku kapaciteti i helikopterëve qoftë luftarak, qoftë për emergjenca civile, do t'jetë ndër më të spikaturit e rajonit. Ai paralajmëroi gjithashtu se hapi i radhës do të jetë ngritja e shkollës kombëtare të forcave speciale në bashkëpunim me Elbit System, si dhe investimet të tjera në industrinë ushtarake, përfshirë prodhimin e dronëve dhe ndërtimin e anijeve ushtarake në kantirin e Pashal Limanit. Në përfundim, Rama uroi kandidatët që do të ndjekin shkollën kombëtare të fluturimit, duke theksuar se certifikimi i tyre do t'u jap mundësinë të shërbejnë jo vetëm si pilot të Shqipërisë, por edhe në strukturat e NATO-s, sipas nevojave të aleancës.